Rubrika jone e horoskopit është e përditshme. Nga cili shtet jeni? Nga po na shihni? Nëse keni pyetje apo komente, mund t'i lini ato në fund të videos. Horoskopi datë 5 janar 2026, Dashi. 5 janari ju vendos përballë nevojës për të rregulluar ritmin dhe për të mos e nisur javën me nxitim, sepse planetet ju ftojnë të mendoni më gjatë para se të veproni. Në punë është një ditë ku përgjegjësitë janë të qarta, por mënyra si i menaxhoni bën gjithë ndryshimin. Veprimet impulsive mund të krijojnë tensione, ndërsa një qasje e matur ju ndihmon të fitoni respekt dhe stabilitet. Financat kërkojnë kontroll të fortë, sepse ka tendencë për shpenzime të nxituara që lidhen me dëshirën për të kompensuar lodhjen tuaj emocionale. Në jetën në çift është e rëndësishme të mos impononi mendimin tuaj, por të dëgjoni sinjalet e partnerit. Për beqarët, dita sjell mundësi njohjeje vetëm nëse lini më njëjtë pritshmëritë e tepërta. Shëndeti kërkon kujdes për tensionin dhe lodhjen fizike, ndaj këshilla është të ulni ritmin dhe fokusoheni në qëndrueshmëri afatgjatë. Demi. Kjo ditë ju gjen më të përqendruar dhe realist, duke ju ndihmuar të ndërtoni baza të forta në punë dhe financa. Në aspektin profesional, durimi dhe këmbgulja juaj do të japin rezultate, sidomos nëse po punoni mbi projekte që kërkojnë kohë dhe përkushtim. Financat përmirësohen kur shmangni shpenzimet emocionale dhe fokusohuni në sigurinë afatgjatë. Në marrëdhëniet në çift, dita favorizon stabilitet dhe ndjenjën e mbështetjes reciproke ndaj partnerit. Ndërsa për beqarët, njohjet që lindin sot kanë potencial serioz nëse nuk nxitoni dhe merrni kohën që ju duhet. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, por kërkon kujdes ndaj lodhjes fizike. Planetet ju këshillojnë të dëgjoni trupin, sinjalet që ai jep dhe të mos e teproni me ngarkesën. Binjakët. 5 janari sjell shumë ide dhe komunikim për binjakët, por sfida kryesore është përqendrimi. Në punë mund të merrni informacione të rëndësishme që ndikojnë në aspektin financiar, por është e domosdoshme të filtroni atë që është reale nga ajo që është thjesht një premtim. Financat kërkojnë vëmendje të menduar mirë dhe shmangje të rrezikut të panevojshëm. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për një dialog të sinqert dhe të hapur, ndërsa beqarët nga ana tjetër mund të tërhiqen nga persona që ju stimulojnë mendjen dhe jo vetëm emocionet. Shëndeti do të lidhet ngushtë me gjendjen tuaj mendore, prandaj këshilla astrologjike për binjakët është të organizoni kohën tuaj më mirë dhe të shmangni shpërndarjen e energjisë në shumë gjëra njëkohësisht. Gaforja. 5 janari është një ditë që ju fton të ndaleni dhe reflektoni thellë mbi drejtimin që po merr jeta juaj profesionale dhe emocionale. Pasi ndikimi planetar ju bën më të ndjeshëm, por edhe më të vetëdijshëm për nevojat reale. Në punë mund të ndiheni pak të lodhur nga presioni ose pritshmëritë të tjerëve, por kjo e hënë nuk është për të shtyrë veten përtej kufive. Përkundrazi, është për të vendosur rregulla të reja dhe për të mbrojtur energjinë tuaj. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në shpenzimet që lidhen me familjen, shtëpinë ose sigurinë emocionale. Në jetën në çift ndjeni nevojën për më shumë ngrohtësi dhe mirëkuptim nga partneri juaj. Për beqarët është një ditë ku mund të lindë një ndjenjë fortë për dikë që ju bën të ndiheni të sigurt dhe të kuptuar. Shëndeti lidhet me gjendjen tuaj emocionale, ndaj këshilla e yjeve është të mos e neglizhoni gjumin, pushimin dhe kohën për veten. Luani. Kjo ditë ju vendos përballë një pasqyrë të fortë të vetvetes, duke ju kërkuar të rishikoni mënyrën si po përdorni autoritetin dhe energjinë tuaj në punë dhe në marrëdhënie. Në aspektin profesional, dita ju sfidon të tregoni një leadership të pjekur, jo përmes imponimit, por përmes shembullit dhe qartësisë, sepse njerëzit rreth jush po vëzhgojnë më shumë se sa po flasin. Financat kërkojnë kontroll, sidomos për shpenzime që lidhen me imazhin, luksin apo dëshirën për të treguar forcë. Yjet ju këshillojnë të investoni në stabilitet dhe jo në pamjen e jashtme.
Në jetën në çift është e rëndësishme të ulni tonin e egos dhe të dëgjoni nevojat e partnerit tuaj, pasi vetëm përmes empatisë lidhja do të forcohet më tej. Për beqarët, dita sjell mundësi njohje të reja me persona që admirojnë energjinë tuaj. Shëndeti kërkon balancë mes aktivitetit dhe pushimit, pasi tensioni mund të shfaqet fizikisht nëse nuk e menaxhoni mirë. Virgjëresha. Kjo ditë ju favorizon në mënyrë të heshtur, duke ju dhënë mundësinë të vendosni rregull, qartësi dhe stabilitet në fusha që kanë qenë të shpërndara. Në punë, përqendrimi dhe aftësia juaj analitike janë në një nivel të lartë. Sfida qëndron në mosmarrjen e barrës së të tjerëve mbi vete. Dita kërkon kufi të shëndetshëm profesional. Financat janë të mira, por duhet të ndiqni logjikën dhe jo frikën, pasi perfeksionizmi i tepruar mund t'ju bëjë të ndiheni sikur asgjë nuk është mjaftueshëm e sigurt. Në marrëdhëniet në çift, stabiliteti emocional ndërtohet përmes veprimeve konkrete dhe përkushtimit të përditshëm. Për beqarët është një ditë ku mund të lindë interes për dikë që ju ofron siguri dhe respekt, e jo emocione të paqarta. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj sistemit nervor. Këshilla e yjeve është të ulni ritmin dhe të pranoni se nuk duhet gjithmonë të jeni perfekt për të qenë të vlefshëm. Peshorja. 5 janari i vë peshorët përballë nevojës për të marrë vendime që i kanë shtyrë prej kohësh, sidomos në punë dhe financa, sepse balanca nuk vjen gjithmonë nga kompromisi, por nga qartësia. Në aspektin profesional, bashkëpunimet janë të favorshme vetëm nëse janë të ndërtuara mbi respekt dhe transparencë, përndryshe është më mirë të mbani distancë. Financat kërkojnë vendime të drejtpërdrejta dhe shmangje të pasigurisë. Hezitimi mund t'ju sjellë humbje. Në jetën e çift, dita favorizon dialogun e hapur dhe ndarjen e ndjenjave reale. Për beqarët, një njohje mund të lindë në mënyrë të natyrshme përmes komunikimit. Shëndeti do të lidhet ngushtë me gjendjen tuaj emocionale. Prandaj këshilla e planeteve është të shmangni konfliktet dhe të krijoni hapësira qetësie që ju rikthejnë ekuilibrin. Akrepi. Kjo është një ditë intensive dhe transformuese për ju, ku gjithçka që nuk është autentike del në sipërfaqe. Në punë, përqendrimi juaj është i fortë, por duhet të shmangni lojrat e pushtetit dhe konfliktet e fshehta, sepse energjia planetare kërkon ndershmëri dhe fokus afatgjatë. Financat kërkojnë analizë të thellë dhe kujdes në marrëveshje, pasi një vendim i marrë sot mund të ketë pasoja të rëndësishme më vonë. Në jetën në çift, pasioni rritet, por bashkë me të dhe nevoja për besim dhe transparencë. Për beqarët është një ditë ku mund të lindë një tërheqje e fortë emocionale, por lidhja kërkon kohë për të ndërtuar. Shëndeti kërkon çlirim nga tensioni i brendshëm, dhe këshilla e yjeve është të mos mbani gjithçka brenda vetes dhe të gjeni mënyra të shëndetshme për të shprehur emocionet tuaja. Shigjetari. 5 janari ju shtyn të mendoni për të ardhmen dhe zgjerimin personal, por njëkohësisht ju kujton se çdo hap përpara kërkon një bazë të fortë. Në punë idetë tuaja janë të vlefshme, por duhet të shoqërohen me disiplinë dhe planifikim, por ndryshe rrezikojnë të mbeten vetëm entuziazëm. Financat kërkojnë kujdes të veçantë, sidomos në shpenzimet impulsive ose investimet e paanalizuara mirë. Në jetën në çift, nevoja për liri duhet të balancohet me përgjegjësinë emocionale, ndërsa për beqarët, dita sjell mundësi njohjeje përmes kontakteve të reja, udhëtimeve ose bisedave që hapin horizontet. Shëndeti përmirësohet nëse e kanalizoni energjinë tuaj në aktivitet fizik dhe shmangni teprimet. Këshilla astrologjike është të ruani optimizmin, por pa humbur kontaktin me realitetin. Briciapi. Kjo ditë është serioze, ndërtuese dhe shumë domethënëse për ju. Planetet ju ftojnë të konsolidoni atë që keni ndërtuar me durim dhe qartësi. Në punë përgjegjësitë janë të mëdha, por edhe mundësitë për stabilitet financiar dhe profesionale janë reale nëse tregoni disiplinë. Financat kërkojnë planifikim afatgjatë dhe shmangje të rreziqeve të panevojshme, pasi siguria vjen nga struktura dhe jo nga nxitimi.
Në marrëdhëniet në çift, fokusohuni te ardhmja dhe ndërtimi i një diçkaje të qëndrueshme. Për beqarët, është një ditë ku mund të lindë interes për dikë serioze të pjekur emocionalisht. Shëndeti kërkon menaxhim të lodhjes dhe pushim të rregullt. Këshilla e yjeve është të mos e ngarkoni veten më shumë se ç'duhet, vetëm që të provoni forcën tuaj. Ujori. 5 janari ju sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim, por edhe nevojën për të strukturuar këto ide në mënyrë konkrete. Në punë, bashkëpunimet dhe projektet kolektive janë të favorshme, por financat kërkojnë kujdes dhe planifikim, sepse rreziku i shpërndarjes së burimeve është i pranishëm për ujorin. Në jetën sentimentale, çiftet do të përfitojnë shumë nga komunikimi i hapur dhe ndarja e vizionit për të ardhmen me njëri tjetrin. Beqarët nga ana tjetër do të tërhiqen nga persona që stimulojnë mendjen dhe ju sjellin perspektiva të reja. Shëndeti do të lidhet me ekuilibrin mendor dhe nervor. Këshilla e planeteve është të gjeni kohën për reflektim dhe për të rikthyer qetësinë e brendshme. Peshqit. Kjo ditë ju fton të zbrisni nga bota e ndjesive dhe të përballeni me realitetin praktik, jo si kufizim, por si një mundësi për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Në punë kërkohet përqendrim, disiplinë dhe përgjegjësi, sepse çdo neglizhencë mund të sjellë konfuzion dhe vonesa. Financat kërkojnë qartësi dhe shmangje të vendimeve të shpejta, sidomos aty ku përzihen emocionet me interesat tuaj materiale. Në jetën në çift, sinqeriteti dhe ndarja e ndjenjave sjell stabilitet dhe besim, ndërsa për beqarët dita kërkon durim dhe zgjedhje të vetëdijshme e të kujdesshme, pa idealizime të tepruara. Shëndeti do të përmirësohet nëse vendosni një rutinë të qëndrueshme dhe kujdesuni më mirë për veten. Këshilla është të besoni intuitën, por ta mbështesni atë gjithmonë me logjikë dhe kufi të shëndetshëm. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni videot tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.